Shikus të ndëruar, përshëndetje. Jeni me emisionin Fjala dhe Faktet në kuadrët e Hysari Online, por që, siç edhe kemi thënë edhe më herët, ky emision ka një karakter tjetër tashmë që se ndodhemi në fushatën elektorate dhe si zakonisht kemi kandidat të cilët garojnë për deputet në Parlamentin e Kosovës. Prandaj edhe intervista ka karakterin promocional. Sonte kemi në studion tonë një musafir të veçantë dhe ky është Blerim Kuçi, kandidat nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili garon për të marrë pozitën e deputetit në Parlamentin e Kosovës. Zoti Kuçi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Me lejoni ju dhe shikues të nderuar, ju që fillimisht ta paraqes një pasqyrë të shkurtër të veprimtarisë të zotit Kuçi, meqense se thash edhe në fillim, ky emision ka karakterin promocional. Zoti Kuçi rrjedh nga një familje e cila ka pas orientime djallëtiste, rrugë të cilën edhe zoti Kuçi e ka trasuar më tutje, duke qenë në balë të çështjes kombëtare dhe luftës për interesat nacionale të popullit shqiptar. Gjatë regjimit të Miloševićit, ky nuk ka nejdur, kryq së bashku me qindra veprimtar të tjerë. Prandaj edhe në komunën e Sarekës ishte ndër të parët që filloi organizimin e forma të ndryshme të rezistencës kundër këtij regjimi që ishte një regjim segregativ për shqiptarët. Zoti Kuçin do ta gjejmë fillimisht në luftë kundër ushtrisë serbe dhe policisë serbe, pra do të ishte pjesë e ushtrisë shqiptare kombëtare, duke pasur edhe pozita përgjegjëse në këtë organizim ushtarak, duke qenë edhe komandant i brigadës 123 të zonës operative të Pashtrikut. Luftën do të vazhdoj për lirinë e Kosovës deri në fund dhe me pas taj do të merret edhe me aktivitete politike dhe institucionale. Krahas tyre do të jetë edhe një afarist i shuar ku do të ketë një biznes të suksesshëm në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Zoti Kuçin do ta gjejmë edhe në pozita të larta institucionale të Republikës Kosovës, siç është pozita e ministrit të punëve të brendshme, edhe deputetit të Parlamentit e Kosovës, e të tjera. Me që intervista ka karakter të limitizuar, ne nuk po zgjerohemi më shumë, vetëm të gjitha këto të cilat i folëm më parë, pak a shumë do t'i zbërthejmë gjatë kësaj bisede. Zoti Kuçi, unë po doja përpjekje që t'ua prezantoj pak a shumë një pasqyrë të veprimtarisë suaj. Mbetet edhe shumë shka për të thënë, por megjithatë besoj që sa për fillim të hyrjes kjo do të mjaftonte. Pajtoheni? Po pse jo mas mu pajtu, vetëm është me rëndësi kjo kujtesa për të kaluamën. Pse është me rëndësi për kujtesa për të kaluamën, sepse ka të bëjë edhe me orientimin tim politik, edhe orientimi im politik atëherë është determinues edhe për shka unë do të përsaktona në kuadrët të kësaj kornize. Sa për shtu, kam qenë pjesëmarrës edhe organizator në vitin 1981 në demonstrata. Kam qenë kryetari i Këshillit për Financim në vitet 90-ta, e pastaj këto tjerat janë të njoftuna. Po ato i kam mbulu disa arresta edhe pse u kanë një aktivitet shumë i madh për kohën e vet, për kohën tonë. Zoti Kuçi, ju garoni me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po pse zgjodhet Lidhja Demokratike e Kosovës? Çka paraqet ky subjekt politik për orientimin tuaj politik? Pra po nisem prej asaj që filluat ju, familjarisht edhe historikisht familja jam, asa ka pas mundësi, ka qenë orientuar me ka djatha. Ka qendra djatha, pra aty ka qenë profili i saj. Nashta për shkak të majtës komuniste që ka qenë në Jugosllavi, ka qenë në kundërthonje dhe detyrimisht neve jemi orientu ka djatha. E djatha i ka bazën, ka ndëshë dikushme, që për mu është për kohën e vetë, është një subjekti politik ose fryma ose lëvizje më e mirë dhe e bazuar në krerët të cilët vërtet e ka ndashtë vendin e vetë, edhe këtë vazhdimësi e ka pasë përmes Ibrahim Rrugovës. Po thëmë këto, sepse është me rëndësi, na dim edhe shumë mirë lëvizjen e Ibrahim Rrugovës të vitet 90-ta, i takon spektit të djathtë, po edhe një lloj qendre që i ka dhënë stabilitet edhe orientim të madh popullit vet. Tash pyetja pse me LDK-n, sepse është në qatë profil, i takoj familjarisht ati profili dhe pres edhe duhet rikthimi të djathtës në Kosovë. Pse duhet të rikthehet?
sepse kemi nevojë për stabilitet. Stabiliteti është shumë rëndësishëm në këtë kohë, nuk besoj që subjekt tjetër politik ka orientim për më të mirë për një lloj stabiliteti, nuk besoj edhe një parti e djathtë që ka fuqinë ose që janë pritet më të mira për stabilitet. Na jemi me një gjendje çfarë jemi? Cila është gjendja jonë? Sot jemi me ushtrues detyrë të presidentit. Jemi me qeverinë në detyrë. Me një kohë shumë të afërt do të jemi edhe pa ushtrues detyrë të presidentit. Do të thonë jemi në prag të një kaosi edhe kolapsi institucional. Edhe unë personalisht do të bëj shumë përpjekje kjo gjendje mas me kalu në kolaps total edhe me dhanë orientimin e duhur. Atë sa mundemi, po edhe mundemi. Zoti Kuqi, personalisht ju, pse duhet ju votojnë qytetarët juve, po zbres pak në nivelin personal, sepse funimram ju do të kërkoni votën për Blerim Kuqin paralelisht dhe për Lidhjen Demokratike, po dihet. Po, fillova me stabilitetin, se normalisht do dalë edhe të ato fokuset e mija, edhe fahu jam si Blerim Kuq, ku janë mundësit e mija dhe ku do të fokusohem, po prap do të flasë për stabilitetin. Pse stabiliteti? Stabiliteti duhet Kosovës, sepse pas stabilitet nuk ka zhvillim ekonomik. Pas stabilitet nuk ka asë një reform në arsim, nuk pëndodhë. Pas stabilitet nuk ka sigurim shëndetësor. Nuk ka ndodhë që sa vite nuk ka ndodhë. Pas stabilitet mujmë me rreziku gjithat kontributin që mundum me kalu në për ato etapa gjatë të demokracisë, pavarësisë, lirisë, të luftës, të pas luftës, shumë gjeratave, mujmë me rreziku. Normalisht do t'ishte shumë normale me folë sot për vizionin, misionin e partisë, për objektivat. Në këtë radhë, edhe misioni, edhe vizioni, edhe objektiva janë një, është stabiliteti. Do mënë, subjekti politik, ku unë garoj, e së mos e imi personal, ka mision, ka vizion, ka objektiv, stabilitetin. Nuk po iki temave të cilat unë muj me dhanë kontribut. Për shama, kontributi jam ka me qenë shumë i fokusun të ndërtimi i liqeve akumulus. Vin nga profesioni, jam hidroinxhinier, edhe asë një liqe akumulus deri sot nuk ndërtu. Ose në qëse ndërtu, janë shumë të vegjel, sa nuk e vlen me i përmen. Një shtet, që sa vite jemi shtet, nuk kemi arrit ende të ndërtojmë një vepër serioze shtetënore çfarë janë liqet akumulus. Liqe akumulus është për furnizim me ujë, për ujitje edhe për energji. Janë objekte serioze, po nuk po mujmë me arrit me ndërtu ato objekte serioze. Pastaj s'po mujmë me arrit me pas një lloj sigurimi shëndetësor. Gjithë ditën po flasim, edhe në çdo afat po flasim, asnjëherë s'po arrim me mbërritje të sigurimit shëndetësor. Nuk po arrim ende me pas një koncept të qartë për impiante për trajtimin e ura zeza. Jo vetëm impiante mëdhej, ka disa forma impiante të vegjël që janë shumë më praktik sot se impiante mëdhej që na mbrojnë ambientin, na mbrojnë prej ndotjeve të ndryshme, sidomos ndotje së ujit që është uji ka me qenë sidomos të ardhmen jetik. S'po arrim ende mu stabilizum në energji. Çka do thotë që s'po arrim ende me energji? Ende s'kemi ndërtu asnjë termocentral, ose në energjinë alternative kemi bërë disa projekte, po jo atë që do me thonë se. Na sot jetojmë, e di që duket retorik, në ashtë edhe demagogji, jetojmë mbi thëngjell, ku Kosova hyn është ndoshta e para, jo ndoshta, po është e para për sasit thëngjelle për kokë banor. Çka do thotë kjo? Ne sot e kemi rrymën shtrajt, qofse krahasojmë për shembull me Kuvajtin ose një shtet tjetër, e cili është i pasur me naftë, e ka 5 herë deri në 6 herë më lirë naftën se çdo ku tjetër. Pse na nuk do të me pas sot
energjinë elektrike, energjinë me pagu më lirë se çdo kund botë kur kemi këto potenciale, cilat pse nuk është ndërtu është ndërprej kontrata me Kontur Global, pse u ndërprej furnizimi me energji me gaz. Gjitha këto është fokusi jam do të orientohena. Normalisht Kosova është një njësi zgjedhore. Çka do të thotë një njësi zgjedhore? Që unë garoj për deputet edhe votona në gjithë Kosovën. Unë jam deputet i Republikës Kosovës, po të drejtën e votimit edhe kërkesën për votim do të me shtru në komplet në rafshin nacional. Po. Mirë po unë jam i këtij vend, i këtij trudh, jam prej Tiranë, jam prej regionit Prizren, e kam afër Ravesin, e kam afër edhe Malishevën. Duhet me ushtru edhe pak edhe konceptin e ndikimit regional. Është me rëndësi. Shumë vende të botës, jo më shumë. Unë nuk e di këtë koncept tonë na ka në shtetë në botë, për shembull Shqipëria e ka deputet i zonës. Në Maqedoni po ashtu, në shumë vende të botës votohesh prej asaj zone ku vje, ku të njohin më mirë, ku ndikon në jetën e përditshme shumë më mirë për një jetë më të mirë të qytetarëve. Në qoftë është ashtu, edhe unë do cilna edhe si deputet i zonës, atër do t'i kushtoj rëndësi për shembull liçenit akumulues në Dragaçin. Unë e di që kemi kanë folë edhe baballarët tonë, besa kanë bo edhe ide edhe projekte ka pas vite të dhejta, po ende nuk u ndërtu. A liçeni i Dragaçinës është shumë me rëndësi, sepse stabilizon komunën tonë me furnizim me ujë, plus ka mundësi një pjesë të tokave tonë edhe me shfrytzu për bujqësi, për ujitje. Ka mundësi sot edhe për energji, jo me kapacitetet mëdha, po të mjaftueshme sa me zbutën ndonjëherë problemet. Do t'i kushtoj shumë rëndësi zonave industriale. Suari ka përfat mirë edhe me kontributin ta, me ka një zonë industriale në Shirok, që është zonë e avancume për Kosovë. Pse jo, ta shtojmë ato tje edhe zonën industriale në Duhul. Pse jo edhe të krijojmë edhe një zonë tjetër. Pse mos të bëjmë 3 zona industriale. Na kemi problemin e zbrazjes së Kosovës. Unë këto ditë kam qenë para disa dite, 2 herë kam qenë në Itali, herën e dytë kam qenë në zonën e Trevizës, ku popullata e komunës tonë është shumë e koncentrume. Shumë e koncentrume. Mas me thonë që 70% të shqiptarëve që atje punojnë ose jetojnë, janë prej komunës tonë, janë prej Malishevës, ka dhe Trahovesit, po kryesisht është kjo zonë. Edhe atje çka e kom menu shumë mirë çka mi thonë. Nuk kom ditë çka mi thonë. Mi thonë kthenu, është demagogji kjo kthenu. Qysh më kthy kur ata i kanë afru kushte shumë më të mira se na. Unë e di çka do të thonë veni jot, themeli jot, shtëpia jot, familja jot, tradita jot, gjaku jot. Mirë po nësë kemi bo kur gjë konkrete, e sidomos kjo qeveri e funit, e cila i ka dhonë premtime te për të mëdha, nuk ka bo as pak për ta, se është një kontradikt, një çuditje e madhe, do më folë qas shumë për diasporën, për mërgjimtarët, mas me bo as pak, edhe pse si Partia e Majtë. Si Partia e Majtë, s'paku është dashur me bo sigurimin shëndetësor. Ata një pjesë e tyre lëshojnë për çështje shëndetësore, sepse sistemi i shëndetësisë atje është më i avancuar. Ne s'kemë mujt me bo sigurimin shëndetësor. Si Partia e Majtë VV është dashur s'paku spitalet shtetërore me i avancu. Ajde ato private, se së ka atë koncept se është Partia e Majtë, po nuk ka bo asë një investim në spitalet shtetërore. Si Parti e Majtë është dashur shumë me bo në reformë në arsim. Asë një element të reformës në arsim që 5 vite, 6 vite, sa është VV në përshtetësi Partia e Majtë nuk ka bo. Këto e në elemente kryesore edhe zhvillimi ekonomik, zonat industriale. Kur një qytetar joni ka sigurim shëndetësor edhe sistem shëndetësor të avancuar, kur ka qëto elemente që i përmendëm,
kur ka arsim të avancum, dhe ka mundësi për me punu, ai nuk është që u rrinë Kosovën, ai do Kosovën shumë ma shumë se na. A mu më kujtohet disa raste kur kanë shku të tje, lot edhe vaj i familjes të tyre. Nuk e harrojnë ato. Po na si kemi afru kur gjo. Edhe nuk ka pas kuptim më atyre me thonë ktheu. As nuk e thamë ktheu. Po në ata kthehen kur ka kryu sikur Polonia e Italia dikur. Unë kam qenë në vitin 1989 në Gjermani, kom punu disa muj. Edhe në atë kohë, normalisht kom punu në Baushtel, edhe në atë kohë armirusët kretë kanë qenë italianë. Mas 5-6 vite, asë një italian mos ka punu aty, sepse Italia ja ka mundësu në formën graduale që ata italianë më këthyrë në Itali. Këto vitet e funit, së të mos 20 vjetë e funit, dhe ma shumë prej Polonisë ka shumë që ja kanë mësy përëndimit. Sot, ata shumisa atyre janë këthyrë në Poloni, sepse Polonia në formën graduale ja ka kriju kushtet për më këthy. Si ka thonë ktheu, po i ka thonë ja ka mundësu për më këthy. Kër e thamë këta, fokusi jam, edhe fokusi jonë, duhet me qenë i orientum në këto tema, sepse s'kem nevoj me i thonë ktheu, ata kthejnë vetë, sepse i shonë vetë, i kanë ato frekuencat e veta edhe pa i thirë ata vinë. Normalisht që paleve janë shumë të mirë se ardhur, edhe pse më ka mirë që shumë për tyre kanë kriju biznisa, nashta një pjesë do t'jetojnë prapa atje, mas me thonë me përqindje për shumisa atynëve, do këthejnë. Po që është edhe ma më rëndësi, në nalim trendin edhe shkumjes, se në trendi, së mos 6 vjetë të funit, është duke vazhdu për shku. Këto e lidha me këtë temë, sepse kom pas disa takime emocionale në Itali. Përshto është fushata. Ata që kanë zbulu fushatën, kanë qenë shumë njerëz genial, sepse e te i prek, i she, i vërteton gjatë kohës sa është kjo fushatë. Kur e përmeni fushatën, Zoti i Kuqi, të dëgjova me vëmendje dhe të gjitha këto që i the pikrisht nga kandi i të djastës, i the nga kandi i një perceptimit juaj që mbas edhe ka aspektet profesionale të veprimtarisë juaj në fushën e ekonomisë dhe zhvillimit. Fushata e cila ta quaj fushat, sepse ishte edhe para fushat, ta shemin fushat zyrtarisht, po thuaj se fare nuk preki këto tema jetike, po merrej me format e ndryshme të shantazhit verbal, të një arrogance verbale, të akuzave dhe kundër akuzave, ndërsa një diskutim të tillë nuk ka ra me dëgju edhe pse përcjelli mediat e të gjitha këto. Ç'është do ta kualifikoni ju fillimin e kësaj fushate, ose edhe para fushatës e cila po zhvillohet këto ditë? Po saqërisht partia në pushtet që ka vetë tehun kundër njerëzve që kanë bajt barën kryesore në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, me që jeni kanë pjesë e luftës. Kretë kjo, po ta bëjmë një rënditje, na po flasëm edhe me juve dhe me tjerët kemi flasëm, po shkojmë në fshatin Peçan, po shkojmë në Cemetir, janë fshatet të zbrasta. Mirim është me shku në Peçan, po marrë si shembull Peçani, se Peçani ka shtëpitë e ngjeshura, edhe më kujtohet ajo e viteve të mëhershme, kur shkojshëm çfarë zhurmë, çfarë dinamike, çfarë kënaqësie me hyrë në ato rrugë, edhe një lloj kënaqësie. Sot është heshtje. Që ajo pjesa dërmuese, ma vitale e Peçanit, në këtë rast, është vendosur në Itali. Unë kam detyrë edhe obligim, ndash njerëzor, ndash patriotik, ndash pjesëmarrës e këtyre proceseve me bo ma shumë. Kjo më ka nxit me bo ma shumë. Kretë fushata jame ka me qenë stabiliteti. Pa u qenë stabil, edhe ata nuk thënë. Pa u qenë stabil, edhe tritë tonë kanë me vazhdu me i këtu tje. Stabiliteti institucional është
një lloj kulture, një lloj tradite që t'jep siguri, t'jep stabilitet, t'jep kënaqësi. Na sa kohë jemi vetë zgjedhje. U bëm bajat me këto zgjedhje, e kallëm këtë vend me këto zgjedhje. Unë nuk e di sa herë mërë një vit kemi shku që a 5, a 6, a 7, sa herë doni, thune se keni të drejtë. Tash kemi edhe me 7 qershore zgjedhje. Është interesant që ato zgjedhje mund edhe mushty. Detyra jame është mas Milan mushty. Po 7 qershore qytetarët me votën e tyre duhet me vendos mas Milan me shty. Unë kam munu me tonë qenë teme që ato mas mushty edhe në pakufi. Plus që muj me kalu në anarhi, plus që edhe institucion, edhe mishtanë ndërkombëtar kanë me thonë këta konë budalbër, këta nuk konë asë një virtyt të shtetëformës. Unë jam ai që kam me dhonë kontribut qatë sa kam potencial në temë, me dhonë një kontribut në këtë punë. Pasaj, vje qësia, sigurimi shëndesor, ose parimet tona, na kër shkojmë musafir, halo, kemi atë vesën, shka të vesën? A i shnosh, a i rahat, a i ki zahiret. Qose ti nuk e kish netën, as rahatis keme pas, e as zahirës keme pas, nuk vynë as njone. Për shneta është prioritet. E dyta është rahatia, që kjo rahatia që në shumë aspekte rahatia. No, nuk jemi rahatës, nuk jemi stabilizat. Këtënve, ose përbojmë me ndërhyrje, mas ta bojmë me serafimi, edhe mas ta la për shtypjen që unë vesh për fej edhe për të reguj. Unë edhe boj, edhe muj. Zoti Kuqi, pikrish kështu se pëndodhë që kër pe kam në mendje me të pytë diçka dhe gjatë spjegimit, po mund të mikë. Pikrish kështu deshta me unanë. Në një paraqitje tuaj, vizuale, pate një fjali shumë të bukur, se dëgjova para se të viktu, do doja të flisja për këto gjëra që po flisni. Por ja që ka ndalë problemet tjera, të cilat po e uzanë si thuash frymen këtyne ideve, pikrisht falë një qeverie e cila po kualifikohet prej shumicës e njerëzve si një qeveri e cila ka një populizëm, por jo një pragmatizëm në organizimin dhe funksionimin e institucioneve shtetërore. Si e komentoni këtë? Unë kam marrë disa komente dhe dje kam qenë me një emision pse mas po fut një lloj defetizmi në jetën tonë. Unë jena për optimizëm. Edhe kam vendos me kthy pak atë tregimin tim. Nuk i frigona unë 4 tetore, se është një datë 4 tetore. Prap kam me përsërit. Në çdo emision, në çdo ftesë që ma bojnë, duhet me përsërit 4 tetore. Me 4 tetore të këtij viti, i del mandati ushtruese detyrës së presidentit. Çka do të thonë? Ne jemi në kollaps institucional. Të njoft vëvën edhe Albin Kurti, në formën që shka shku, nashta edhe parti tjera që s'kan mujt me gjetë një konsenzus, atër mund me ndodhë 4 tetore. Nuk po du me fut panik, po 4 tetore data funit që na mujt me reziku shumë. Sepse me 4 prill e ka marrë detyrën, nuk jemi me prezident, po jemi me ushtrues detyre. Me 4 tetore nuk jemi as ushtrues detyre të presidentit. Çka ndodh, unë nuk jam ekspert i kushtetuesës, po e di që kemi kalu një lloj kollapsi. A jemi të zot në me gjetë zgjedhje këtyre në kollapseve? Nuk e di. Praktika ka tregu kove të fundit që jo. Këtu më ka shty, që kjo më ka shty me hynë në garë, së më kanë thirë, unë me vullnet kom shku, edhe normalisht edhe me kërkesën e qytetarëve, po kjo më kanë nxit me thonë, është koha që ti me dhoni një kontribut në këtë stabilitet. Mas me ndodhë kollapsi me 4 tetor. Kretë të tjerat, po unë sot kom ardhë me të rëgu shka po i për venën temë, për tokën temë, për këtë regionin temë, sepse Masaroni, një deputet i jep sharm, i jep mundësi kretë venit vetë, një deputet i zoti, ja qelë dyrët e investitorve, dyrët e mundësive një venit vetë. Unë kam qenë deputet vetëm 2 vite, një mandat, pas ka qenë i plot për shkak që përshkojmë çdo herë zgjedhje, do me hek modestin, askush se ka përmen. Vetëm për një vjet përmes Komisionit për Buxhet dhe Financa,
e kom arrit me I prunë në komunën tonë 12 milioner. Edhe njëherë po thom, do me ek modestin, se nuk e kom përmend të ma herët. Edhe të tjerët e kanë përmend shumë pak. Pse? Me formë të argumentume, me projekte shumë interesante, edhe që sot na ashtu I gëzojmë. Disa nuk janë realizu, ko kanë shkua të mjetër nuk e di, po shumisa atynve sot kanë hinë Suarik. Po nuk jam veç deputeti I Suarikës. Edhe për Prizrenin do të flasë, sepse Prizreni, me ndikimin tem, edhe votën teme, edhe ndikimin tem, në ligjin për kryqëtetin, është një nen kush Prizreni shpallet kryeqytet historik. Jo qytet historik, se do pe marrën qytet historik. Kryeqytet historik. Po kryqëteti historik nuk ka pa buxhet, veç me emën. Prej asaj dite, edhe pse u shpall kryeqytet historik, nuk është bo asnjë hap më atje. Unë I takojmë zonën e Prizrenit. No, vërtet Prizreni është qytet historik. Vërtet e ka një kulturë të cilë ka shumë zona që nuk e kuptojmë. Po na jemi afër, e kuptojmë edhe kontributin e tyre gjatë kësaj historie. Ai duhet me pas ministrinë aty, nashta presidentin, nashta zyrën e presidentit. Po ministria jashtme edhe kulturës duhet me qenë me selinë e presidentit. Jo veç me shpall kryqëtetin historik. Për shka me shpall kryqëtetin historik, se ai me farformë ka qenë shpall. Ravesin. A zona Suarik, Raves janë, Suarika ka hitë të zonat industriale. Na duhet edhe bujësine ka atë mire, ka mundësi, po të zonat. Sa ma shumë zona industriale. Ravesin, me institute për bujësi, për vertari, për gjithë shka, sepse jemi kushi. Edhe pse jo zona industriale. Nuk duhet me pas veç Suarika, po dhe Ravesi zona industriale. Edhe Prizreni, edhe çdo qytet, qofse nuk ka një zonë industriale, na nuk duhet me shku ma në zjedhi. Që ato I kemi mundësi, që ato I kemi kapacitet. Zoti Kuqi, për ta përforcoj këto, për shembull një databazën e Ministrisë së Kulturës, së Rinjës Sportit, sektori trashëgimisë kulturore historike, Prizreni vend në përgjithësi në këtë Kosova 75% të këtyre objekteve me një vlerë të veçantë historike. Prandaj këtu ju jap drejt, po kam një pyetje pak më relaksuese. Ju jeni numër 47, pse 27, pse këtë numër? A zgjodhet ajo rastësisht? Se di u po trend edhe ku po shkoj po më pyesin për këtë çështje, po sot do ta jap për shkak të prezencës juaj një përgjigje më ndryshe. Ka qenë një filozof Diogjeni, ka jetuar në kohën e Aleksandrit të Madh. Unë po them jo për juve, po për disa të cilët e din kush është Aleksandri I Madh, po jo Diogjeni, ka qenë me famë, edhe sot është me famë botërore edhe pas 2300 vjetëve. Me një moment I thirrën do musafir, një shok I vetë e thirrë musafir. Po e thirrë edhe të tjerë. Po nuk e ullin atje në stafin e parë, e ullin me një vend jo në shtanqoshe, po një vend parasyshëm në kuptimin e konfiguracionit edhe shtrirjes së objektit. Tash ai tjetri që nuk I përqekja as Diogjeni, as ai që kishte ftu, po do me nxit me zveti. Po do me nxit, pe thot, që shmara, ai shok e kipos, kishte qetë në qatë vena, ki po në qëfar veni, a se jarë mora, ky pe këshyër, pe shes që po do me nxit, tha jo, tha unë shokën ta me kam shumë në beqëm. Për shka? Po thot, pas sotit, ai ven ka me qenë maj rëndësishmi, tash të të tje, kryet e venit ka me qenë aty. Edhe unë po thamë tash të tje kanë me vrapu kret me marrë në 147. E thash me këtë formë, ma mundësove për shkak të prezencës tonë edhe të komunikimit, të njojeve tua, e përdora këtë regjim. Këtë regjim është me rëndësi, nuk ka me rëndësi numri, as emri. Emri Fadil tje bësh njoftë. Emri Ibrahim e ka bo, Ibrahim Rugova edhe Azretim do më të shajti Ibrahim e kanë botë njohur. Emrin ai që e bartë e bërë të madhë, ai që e bartë e zvoglon, edhe numrin, ai që e bartë e rritë e bërë të njohur apo funksionalizon. Ka që kishim kohën e limitizuar për këtë emision, Zoti Kuqi ne ka metë edhe shumë shka, për shpresoj në emisionet tjera do të kemi hapësirë më të gjerë.
Neve në emër të redaksisë ju urojmë suksese në fushatën tuaj dhe ishte kënaqësi që ishit në studion tonë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me kandidatin nga Lidhja Demokratike e Kosovës për deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit që do të mbahen, zotin Blerim Kuçi. Edhe njëherë ju faleminderit për vëmendjen tuaj.